do një rol institucional, po janë me peshtë modhe në vendimorje dhe vendosin edhe për ndërmarrjet publike, vendosin edhe për çështjet caktuar të nderave në energji, edhe plot çështje të tjera. Sa i përket rastit konkret. Po. Ne kemi qenë takim te presidentja. Pra ju thoni që nuk e keni kundërshtuar. Ja, tash e shpjegoj rastin. Edhe flas veç të vërtetën që ka qenë. Une sillna në përputhje me pozitën që kam. Edhe gjithmonë të i respektu institucionet e vendit. Kemi pas ftesë për presidentes, na ka ftu partive politike, ju kum përgjigj ftesës, dhe normalisht presidentja e ka kryesu takimin, jemi taku për me i caktu datën e zgjedhjeve, që praktikisht kemi shku, po data ka qenë e ditur. Po. Paraprakisht ka qenë e ditur. Dhe mendoni që paraprakisht ka pas marrëveshje për të këtë 28-ën? Po sigurisht se po. Presidentja dhe Po sigurisht se ka pas marrëveshje, për ndryshe shumica e partive politike që kanë pas ulse në Kuvendin e Republikës Kosovës me pesh janë deklaruar për datën 21. Edhe pse datën 21? Tash e sqaroj, për shkak se nuk mundesh në njëjtën kohë me pas vakum institucional, se këtë veprimet kanë shku prej shkurtit deri me tani që realisht me ardhë me uri përsërit zgjedhjet. Blokada për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, nën kryetarit kuvendit, formimit të qeverisë, e kanë ditë saktë që si kanë numrat, as për rastin e parë, e gjithsesi as për të dytën, dhe në shku e kanë morë prap mandatin për dytën, duke ditë që si kanë numrat, vetëm për me prolongu procesin. Dhe nuk mund është të njëjtën kohë me thonë, na po ballavaçojmë me vakum institucional, po shfrytëzojmë edhe do kohë për me i prolongu ende zgjedhjet, a vendi është pa buxhet. Domethënë, për ndryshe sa i përket diasporës, tash po flas edhe si prind, po flas edhe si vëlla, po flas edhe si familjar. Gjithë qytetarët, bashkëdhetarët, familjarët tonë janë të mirë pritur edhe të mirëseardhur në Kosovë. Është mirë që vinë, edhe unë e shmoj kontributin e tyre sepse e di saktë. Kontributi i tyre ka qenë i vlefshëm me gjeneratat të tëra, po posaçërisht viteve të 90-ta, i cilët kanë kontribuar me mojt familjen në Kosovë, kanë kontribuar me mojt arsimin, shëndetësinë dhe jetën në Kosovë, kanë pas kontribut jashtëzakonshëm, edhe për organizimin e luftës, edhe për financimin e luftës, edhe për pjesëmarrjen direkte në luftë, edhe për lirinë dhe pavarësinë e vendit, edhe sot kanë kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës, ku rreth 1 miliard e 300 milion vjet vinë prej remitencave dhe kanë impakt madh në zhvillimin ekonomik. Ata janë të mirë pritën, ata janë të mirë se ardhën, ata le të votojnë sipas bindjeve tyre politike për cilën do parti politike që ata e vlerësojnë. Ndërsa sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, po në foli dyti. Se kush ka foli pari? Ka foli pari, presidentja e ka dhënë fjalën kryetarit partisë më të madhe në kuvend dhe normalisht që unë si kryetari partisë dytë për nga numri deputetëve në kum fol. Se që ju më gute edhe kum lyp fjalën. Keni fol, po thoni që se keni kundërshtuar. Po jo bre, unë veç kum sqaru që për me procedu çështje të caktuara nuk mundesh me i bë jashtë ligjit edhe jashtë kushtetutës.